Në vitin 1982, një grua re, Debbie Keely, përjetoi një nga historitë më të tmerrshme të mbijetesës në histori, pasi kaloi ditë të tëra në det të hapur pa ushqim dhe ujë. Ky incident tronditës ndodhi pasi anija e saj u fundos gjatë një udhëtimi, duke lënë atë dhe shokët e saj të mëshiruar nga dallgët dhe grabiqarët e oqeanit. Fillimi i udhëtimit fatkeq. Debbie Keely, një lundëtare me përvojë, ishte pjesë e një ekipi prej 5 personash në një jahtë me emrin Trashman. Ata ishin nisur nga porti i Annapolis-it, Maryland, me destinacion Floridan, por asnjëri prej tyre nuk e dinte se do të përballej me një maks të vërtet. Gjatë udhëtimit, kushtet atmosferike u përkeqësuan ndjeshëm. Një stuje e fuqishme goditi jahtin, duke e bërë të pamundur që ekuipazhi të kontrollonte anijen. Pas orësh të tëra, duke luftuar me erët dhe dallgët, Trashman u fundos në ujërat e ashpra të Atlantikut. Lufta për mbijetesë në mes të oqeanit. Pasi anija u zhduk në ujë, Debbie dhe 4 anëtarët e tjerë të ekuipazhit u detyruan të hipnin në një gomonë shpëtimi. Pa ushqim dhe ujë të pishëm, ata filluan të ndjenin efektet e dehidratimit dhe lodhjes ekstreme. Përkeqësimi i situatës u bë i dukshëm shumë shpejt, pasi 2 anëtarët e ekuipazhit vendosën të pinin ujë të kripur nga oqeani. Një vendim fatal që çoi në halucinacionet e çmenduri nga dehidratimi. Sulmi, peshkaqenave dhe tragjedia në det. Ndërsa ditët kalonin, situata u bë edhe më urgjent. Njëri nga anëtarët e ekuipazhit, i çmendur nga mungesa e ujit, u hodh në det të ëmbëlt. Pak më vonë, peshkaqenat nisën të sillen rreth gomones, duke ndjerë gjakun e viktimave që tashmë kishin humbur jetën. Një tjetër anëtar i ekuipazhit humbi jetën nga dehidratimi dhe u bë pre e peshkaqenave. Debbie dhe shoku i saj mbetur Brett Kavanagh ishin të vetmit që mbijetuan, duke u përpjekur të shndronin gjallë mes frikës, lodhjes dhe urisë së madhe. Shpëtimi dhe pasojat. Pas 5 ditësh në det të hapur, Debbie dhe Brett u pikasën nga një anije peshkimi. Ata ishin të raskapitur, të dehidratuar dhe të traumatizuar por të gjallë. Shpëtimi i tyre ishte një mrekulli, duke marrë parasysh rrethanat ekstreme që kishin përjetuar. Pas kthimit në tokë, Debbie ndau historinë e saj të mbijetesës me botën, duke u bërë një zëj fuqishëm për ndërgjegjësimin mbi sigurinë e det. E shkroi libra dhe mbajti fjalime motivuese për të ndihmuar të tjerë të përgatiteshin më mirë për situata të tilla të rrezikshme. Mësimet nga historia e Debbie Keely. Historia e saj është një kujtesë e fuqishme për fuqinë e njerëzit, për të mbijetuar edhe në situata më ekstreme. Ajo na mëson rëndësinë e përgatitjes, qëndrueshmërisë mendore dhe refuzimit për të hequr dorë pavarësisht sa gjëmt mund të duket në situatë. Në fund, mbijetesa e Debbie Keely nuk është vetëm një histori horror mbi oqeanin e peshkaqenave, por edhe një dëshmi e jashtëzakonshme forcës njerëzore dhe vullnetit për të jetuar.